ky kosi është i pashëndetshëm, ndërsa ky kosi është i shëndetshëm. Tash ju do thoni janë dy kos një lloj, pse ky është i pashëndetshëm dhe ky është i shëndetshëm. Atëherë në listën e ingredientëve të kosit pashëndetshëm kemi sheqer të shtuar, kemi agent fryrës, kemi aromatizues, kemi kolorues edhe kështu me radhë. Tani prapë ju do pyesni, po si ti njohim ne që këto agent janë të dëmshëm, sepse po të lexosh listën e ingredientëve zakonisht ka shumë emra dhe shumë prej atyre ne nuk i kuptojmë. Dhe pikërisht për këtë, unë dhe So Healthy kemi ndërtuar një aplikacion ku ti vendos ingredientët që ka ushqimi dhe aplikacioni të jep një numër dhe të tregon sa i shëndetshëm është ushqimi. Sa më i madh të jetë numri, aq më i pashëndetshëm është ushqimi. Sa më i vogël të jetë numri, aq më i shëndetshëm dhe më natyral është ushqimi. Dhe ky aplikacion është i gatshëm dhe mund ta marrin të gjithë klientët e So Healthy, gjithashtu edhe klientët e mi. Kush është klient aktualisht mund ta shikojë dhe mund ta marrë aplikacionin dhe të fillojë dhe të kontrollojë ushqimet që blen në market, sa të shëndetshme dhe sa të pashëndetshme janë.